Dhe kthejmë Nenad Rashić në një intervistë për mediumin lokal serb Radio Gorazdec, ka folur lidhur me vendimin e dhënies së 25 hektarëve manastirit të Deçanit, që në vitin 2024 kryeministri Albin Kurti i kishte kërkuar agjencisë kadastrale që t'ia transferonte 24 hektar manastirit të Deçanit, pasi kjo ishte vendimtare për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kaže, vidi, razmišljam puno o tome i treba nam to, ali da znaš da je zbog tebe. Samo da znaš, kaže. Atë ditë kur më ka dëgjuar, unë kam qenë shumë i lumtur. Atë ditë kemi pas mbledhjen e qeverisë. E kemi biseduar atë temë disa herë më parë. Dhe atë ditë kryeministri më pyeti nëse mund të vija më herët. Dhe unë i thash po, do të vij. Ai më tha që shumë ka menduar për atë temë dhe se na duhet kjo, por dije që është për ty, pra dije që vetëm për ty. Dhe unë jam ndjer shumë mirë, sepse e dini si ndiheni kur ja dilni të bëni diçka të madhe që nuk është materialiste. E ndaj kësaj deklarate kanë reaguar përfaqësuesit e partive politike. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu ka reaguar në Facebook. Ajo që dikur përdorej për dram politike në pushtet u bë një vendim i thjesht. Ka serioze pas ka qenë gjithë kjo dram politike, ka shkruar Deliu. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Avdullah Hoti ka shkruar në Facebook se deklarata e Rashićit e zhvesh plotësisht Kurtin nga retorika e tij mashtruese. Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka reaguar në Facebook. Ai ka thënë se nëse këtë nuk e demanton Kurti, kjo përbën më shumë se tradhti kombëtare. Ndërkohë, Radio Televizioni Publik i Kosovës ka kontaktuar zëdhënësin e qeverisë së Kosovës Arlind Mandxukën për këto reagime, por nuk ka kthyer përgjigje.